Bismillahirrahmanirrahim. Me miq dhe dashamir prej Medinës së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahi thot al-arwahu junudun mujannada. Kështu hoxha joni dashur, pra shpirtat janë si kur ato arradhat e konsultuar mirë. Andaj para ca ditëve isha musafir të hoxha në Koplik një ligjerat. Deshe Allahu Azze ve Jell mas disa ditëve ja pra në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. I lutem Allahut me emrat e tij, cilësitë e tij dhe emrin e tij të madh që Allahu t'i jep shëndet hoxhës. Një herë ne jemi së bashku me Idris Travel numre këtu, Allahu jon Idris Qela që na mundsoi me një komoditet të veçantë që ne t'jemi këtu, inshallah edhe në ditën vijim edhe umrën ta bëjmë. Hoxha joni dashur, 2-3 fjalë shikuesve dhe dëgjuesve tonë edhe umrëgjive. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falënderojmë për Allahun xhella xhelalu, sa pejgamberit alaihi salatu wassalam. Falënderojmë Allahun xhella xhelalu që na bën në rreth të bashkuar në vendin më të mirë të botës pas Mekës, që është Medina e ndriçme, Medina e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Një mirësi për Allahu xhella xhelalu që ne të takohemi këtu dhe shkaktari që është bërë për këtë takim, Allahu joni Idris Qela me Idris Travel, po jemi rast ta falenderojmë dhe bëjmë dua për të dhe për familjen e tij dhe për gjithë ata të cilët që janë krah i djathtit të tij në lehtësimin e umrëgjive për vizitën në shtëpinë e shenjtë, në çfarë do të thoshë në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një këshill të vogël për vetë, por për ju ajo që na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që dinun nasiha, feja është këshill. E ne të kjo këshill do të këshillohemi për njëri tjetrin, ta këshillojmë njëri tjetrin për çdo gjë. Në radhë më gjë më para është friga kërsi Allah subhanahu wa taala, siç na kërkon Allahu te xhelalu, oj që të keni besu, keni frikë Allahut, siç e kërkon Allahu do pas frikë, dhe mos ikni prej kësaj dynjaje përveç se do të kenë besimtar. E Allah shpëton mirë dhe vllahun ton u xhenelvi, si ne patëm mysafir para pak ditësh në Koplik, në një tribunë fetare, në stavanin madhështor, Islami na bashkon dhe elhamdulillah kjo është një mirësi për Allahun xhella xhelalu. Allahun e lutim për mirësi për vetet për ju, për mbar besimtarët. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu nderoft, Allahu shpërbleft. Ishte kënaqësi që përfitojmë nga këto fjalë, edhe përfitojmë ne gjithë. Po ashtu edhe une po e përmbylli, por duke kërkuar edhe për juve gjithë që po na dëgjoni dhe shikoni, lutemi për të tjerët. O Zot, falna neve, fali prindërit tanë dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët. Po ashtu po kërkoj për juve që të luteni për një motër timen dhe tuaj në Islam që Allahu ta shëron. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.